Nëna apo gruaja? Është një nga pyetjet më të shpeshta që i bëhet njerëzve kompetent, hoxhallar, sociolog, psikolog dhe njerëz të mendimit të mirë. Por, pse i bëhet kjo pyetje e shpesht njerëzve kompetent apo njerëzve që mund t'i besojmë që mund të na japin ndonjë këshill të mirë, të duhur dhe njëkohësisht të arsyeshme për jetën tonë? Ku është problemi mes vjerës dhe nusës? A mund të jetojnë të dyja së bashku? A mundet që burri apo djali të jetojë së bashku me të dyjat, pa pasur probleme, pa pasur nevojë për këshilla të njerëzve kompetent? Padyshim që po. Nëna e cila e lindi, e rriti, e edukoi dhe të adhuroi ty e dashura gru, e nderuara motër, padyshim që mbetet njeriu i zemrës për bashkëshortin tënd. Njeriu që mund ta fitojmë xhenetin duke respektuar dhe nderuar atë. Edhe gruaja është një nga personat që e la nënën, e la babën, e la familjen për të ardhur mu në zemrën tënde, për ta falur jetën, për të jetuar një jetë të re tashmë me ty dhe familjen tënde. Por, çka ka këtu që nuk shkon? Përsëri probleme, përsëri thashe theme dhe raporte të ngrira mes nusës dhe vjerës apo edhe anasjelltas. Shoqëria jonë e cila është ndërtuar mbi vlera fetare dhe kombëtare vazhdimisht ka prodhuar njerëz të fortë, njerëz të mirë, ka prodhuar familje të mëdha që kanë mbrojt me shumë fanatizëm vlerat fetare dhe kombëtare. Aty pra ka qenë një fjalë e cila është dëgjuar, është respektuar nga të gjithë. Por, tashmë me reformat në familjet tona shqiptare, ka ndryshime të mëdha të diskursit familjar. Padyshim që nuk është kusht të mendosh njëjtë siç mendon vjera, reja apo djali, apo edhe dikush tjetër. Por, pse duhet të vi deri tek një situatë e palakmueshme, të kenë ngritje tonësh, të kenë madje edhe rrahje mes vete, madje edhe shpifje, madje edhe shumë gjëra të tjera të cilat nuk i përkasin një familje kosovare apo edhe shqiptare. Një djalë i cili ka jetuar me nënën e vet mbi 20, 25 apo edhe 30 vite. Si është e mundur që brenda vitit të kthehet një person që nuk e don nënën e vet? Kush është fajtori këtu? Padyshim që është nusja apo gruaja e tij e cila fillon të ngacmohet vetvetiu dhe të mos e kuptoj dashurinë e nanës për djalin. Me këtë nuk duam që të arsyetojmë vjerën apo të arsyetojmë gabimet apo thonjza inatët e vjerës ndaj rejes, e cila posa erdhi në këtë shtëpi, disi sikur e afroi afër vetes burrin, djalin e vjerës. Dhe tashmë shumë vjera mendojnë se me ardhjen e nusës apo rejes, kujtojnë që djali i ka braktisur, djali është ftohur në raport me nënat. Në fakt, jo. Në shumë raste raporti është i njëjtë, pa pasur ndonjë problem. Mirë po, këtë e gjykojnë gabim disa vjera, siç e gjykojnë gabim edhe disa reja apo nuse, të cilat mendojnë gjithmonë se vjera mendon veç keq dhe është pengesë. Një prej problemeve të shumta është se shumë nuse, reja apo gra thonë se nuk e kemi obligim të e qarosim apo të i bëjmë një hizmet vjerës. Por, ku është problemi nëse një nuse i ja qet një kafe vjerës? Askund s'ka problem. Përkundrazi, e shton dashurinë dhe respektin. Ku është problemi që nëse del të bësh një shëtitje, një xhiro apo për të pirë një kafe apo për të ngrënë drekë apo darkë me familje, ta marrësh edhe vjerën? Jo, përkundrazi, kjo është atmosferë familjare që duhet të marrin lakmi të tjerët. Nëna dhe motra të nderuara, një fjalë popullore thotë: sa isha nuse, vjera ishte gabim. Kur e bëra vjerë, reja u bë gabim. Pra, lën të kuptohet ky mesazh i rëndësishëm se gjithmonë faji mbetet jetim, por duhet të kuptojmë realitetin që jetojmë. Padyshim që problemet nuk mund të evitohen ashtu siç edhe mund të thuhen, por të mundohemi të shprehim dashuri, respekt dhe nder për të moshuarit apo për të moshuarat. Dashuria apo respekti nuk është relative çdoherë. Dikush mund të dojë më shumë, dikush më pak, por për hatër të harmonisë mund të durosh, të bësh sabër, dhe për hatër të burrit tënd i cili të don, apo të vjerë për hatër të djalit tënd që të don,
kuptoje apo kuptojeni njëri tjetrin, apo njëra tjetrën që të mos keni probleme, dhe mbi të gjitha përkundër problemeve dhe angazhimeve që i ka djali apo burri, mos ja shtoni edhe këto probleme të cilat janë minore dhe mund të minohen, mund të rregullohen me një mirëkuptim, tek e fundit edhe me një kërkimfalje dhe me një bashkëpunim mes vete, dashuri, respekt, vjerë, shok dhe shoqe mes vete.